Ne këtu kemi ardhur për një mesazh. Duro pa një sekond. Mesazhin e ka vërtetuar edhe për ty, edhe kur është ofenduar dikush tjetër, pash më tepër për ty. Unë këtu kemi ardhur për një mesazh. Dhe duhet të dish një gjë. Ne kemi ardhur për një mesazh që këtu të mbizotëroj e mira e jo e keqja. Po jo ushtar. Ti e di shumë mirë. Çfarë lidhje ka me ushtarin? Jo ushtar. Çfarë lidhje ka me ushtarin? Ti kërkon që të bësh ushtar. Jo. Po ti çfarë kërkoj? E di çfarë kërkoj? Jo, no. Unë di çfarë kërkoj. Loj të bukur, jo loj ushtar. E di çfarë kërkoj unë? Unë kërkoj që kur të dhënohet dinjiteti i një X personi, ti duhet dalësh në krah, duhet dalësh Ronaldo në krah, duhet dalësh atje. Jo, tek e tek. Pse më suçova unë ku ishte pranë e thash ke po gabim më të madh? Që mund të ekzistojë? Jo ti thua atit më, jo. Sy të gjithëve. Jo ti thua atit më, se ne të gjithë duhet të ngrihemi, të gjithë duhet të ngrihemi, të gjithë bashkë që ne këtë gjën, këtë faktor negativ në shoqërinë tonë duhet ta ngrejmë zërin sa më lart, sepse prandaj shoqëria jon është e dhunshme, prandaj shoqëria jon ka probleme sociale në familjet tona, sepse është po është me shokun tat, është me familjarin tat, është me mikun tënd, është me armikun tënd.